Besian, nga dita e parë e procesit, kur ka nisur 2023-shin, ke qenë, kam gjetur pikërisht në afërsitë të dhomave të paraburgimit, ke ndjekur çdo seancë kur është mundur që ka qenë e mundshme me marrë në Hag, dhe ndërkohë ke pas dhe një pjesë që ke ndjekur nga Kosova. Dua fillimisht të ta nis nga një përshtypje personale, si e ke parë gjithë procesin, e pastaj do të pyes edhe për momentet veçanta. Raportimi vështirë, e para për shkak të distancës, domethënë ardhja këto nuk s'është gjithmonë e lehtë. Më pas ndjekja e seancave me videolidhje gjithashtu është më e komplikuar se kemi të bëjmë me përkthyes, kemi të bëjmë me probleme teknike, me çështjen e rrjetit, domethënë është një moment që mbase një fjalë tike dhe hub komplet konteksti krejt asaj çka thuhet në seancë, më pas çështja e transparencës, pjesa më e madhe dëshmive të mbyllura, nuk mund të themi që nesër cili do që është vendimi, mund ta kemi një pasqyrë të qartë se çka është thonë prej dëshmitarëve, prej shumë prej tyre, domethënë prej viktimave, kështu që nëse i kisha përshkruar me një fjalë është një raportim i komplikuar tash e 6 vjet. Megjithatë, një element që kemi parë të dy gjatë kohës që kemi pas mundësi me qenë në seancat përmes atij xhamit që ndodhet në kat të dytë, një gjë nuk ndryshon këtë proces. Fytyra e 4 liderëve. Nëse ne shohim, e kemi më të mundshme nga xhamat të shohim zotin Thaçi, zotin Selimin, ndërsa edhe në shkrimet e tuaja ke pasqyruar që zotin Jakupi, pra apo të tjerët, nuk kemi patur Kadri Veseli, nuk e kemi të mundshëm t'i shohim, e duhet ndonjëherë edhe të afrohemi. Është një panoramë e cila është e vështirë kur afrohesh, me ato linjat e sigurisë që ne e dim tani, na mbetet vetëm një stilolaps edhe një letër edhe shkojmë aty për ta ndjekur. Si ka mundësi që ata kanë patur këtë, si e ke parë ti, pra këtë mos ndryshueshmëri të imazhit, sepse në fund të fundit 5 vite e më shumë është jetë e tyre, është moment i humbur. Shiko, domethënë ata besoj që përvoja e jetës i ka bërë që me kanë kështu të fortë, edhe me te kalu edhe këtë proces. Në moshë shumë të re, ndoshta edhe në moshën tema, po edhe më të ri ata kanë marrë një barkë përgjegjësisë që ka qenë shumë e madhe me nis, edhe me i dalë përballë një armatë edhe një ushtrie që në atë kohë veç mendja me shtu dikujt, domethënë që me kriju ushtrisë lirimtare të Kosovës bashkë me komandantë të tjerë, bashkë me familjen Jashari, bashkë me Zahir Pajazitin, gjithë ata që i kanë vu celulat e para të UÇK-s ka qenë abnormale. Njerëzit janë friksu veç me mendu, e lëre ma me nisë dhe me kthy diçka në realitet. Edhe kjo përvojë unë besoj që kur njerëzit kalojnë diçka shumë të vështirë, kur vjen diçka ndoshta edhe po aq e vështirë ty nuk doket që është çaq e komplikuar. Por, nëse ndjekim prokurorët, ata mendojnë që në 96 deri në 99, këta njerëz të cilët ti përshkruan me drejt kështu, 29 vjeçar, pak a shumë mosha jonë, marrin vendime të tilla dhe prokurori disa dekada më vonë vendos të gjykojë historinë e Kosovës dhe ato që ka ndodhur brenda territorit të Kosovës me atë që ai shen 2026. Kemi parë momente në cilat njohja e kontekstit është e gabuar, dhënia e disa elementeve në kontekst këtë tjetër e deformon jo vetëm atë që po ndodh me këta 4 liderë të cilët mbahen sot këtu, por dhe me vetë historinë e Kosovës, me luftën që ka ndodhur. Shembulli më i mirë është ditën e djeshme, do të thotë kur njëri prej gjyqtarëve e pyeti prokurorin se çka do duhej me bëu UÇK-ja me këta persona që kanë qenë rrezik, bashkëpunëtor, të dyshuar për spion. Domethënë, pasi UÇK-ja nuk ka pas gjykat vetë sepse UÇK-ja ka funksionuar në formë të rregullt brenda një sistemi jugosllav dhe ti nuk je mujt me marr ata persona dhe me i çu para gjykatës së ish Jugosllavisë. Domethënë prokurori tha nuk do duhej me ndalu fare. Në momentin që prokurori thotë kështu, atëherë i bën që e vën në pikpyetje edhe çat qëllimin e UÇK-s që ka qenë për me çliru Kosovën edhe me bërë shtet pavarur edhe sovran. Domethënë ka pas edhe mungesa të tilla të informacioneve bazike ose të paktën, ndoshta nuk ka qenë mungesë, ndoshta edhe bëjnë me qëllim. Prokuroria duket që unë besoj kërkesa prej 45 vitesh burgim për secilin është një farë ndroje e prokurorisë që në raste të tilla kërkojnë shumë që me morë pak. Do të thotë sepse kur ti kërkon 45 vjet burgim, edhe ata persona lirohen, i bie që është një kontradikt shumë e madhe. Pra është një lloj kurthi që prokuroria po vendos. Po synon me e bu, domethënë që me i kërku 45 vjet, ndoshta që gjyqtarët nolën te 15-shi. Një nga fjalët që më shumë kemi dëgjuar në atë sallë dhe që ka qenë gati e pakuptueshme është që jo pak herë është konsideruar ndërmarrje përbashkët kriminale. Jakub Krasniqi me drejt thot ndërmarrje e përbashkët për çlirim. Dy anë këtë kundërta e për ta përmbyllur. A mendon
Dhe a do duhet lejuar, a do duhet kishin shkuar deri kaq larg sa të konsiderosh një luftë e cila ka sjell pas disa vitesh që sot qytetarët tanë atje po festojnë të lirë. Nuk mund të konsiderohet ata që kanë qenë pjesë e një gjëje shumë më të madhe botërore, ndërmarrje për bashkët kriminale. Prokuroria mund të mështru çfarë të dën, sepse çaj është qëllimi. Prokuroria gjithçka, edhe çka është një provë ndoshta kit indirekte synon me përdor. Janë dhënë miliarda euro prej taksapaguesve të BE-s që kjo gjykatë më funksionon dhe normalisht që kjo akuzë është pritë që me përmbajt edhe ndërmarrjet e përbashkëve kriminale. Megjithatë, tribunali i Hagës e ka rrëzuar ndërmarrjen e përbashkëve kriminale për komandantë të zonave që kanë qenë hala më shumë afër aty në ushtarëve që pretendohet që janë kryt krime në zona të caktuara. Edhe nuk mundet një gjykatë speciale ose ndoshta që thej ke kryeministri Kurti edhe mundet, por duhet me argumentu tepër në detaje se si e vërtetën që një tribunal i ka liru disa persona prej ndërmarrjes së përbashkëve kriminale, një gjykatë speciale po vendos me i dënu. Domethënë, nëse ka një aktgjykim dënues, në rastin më të keq, do duhej me po, sepse i bie që ose ka huq komplet tribunali i Hagës, ose po e huq gjykata speciale sepse të dyja nuk përshtaten. Do ta mbyll intervistën tonë, faleminderit që ke qenë me Denadën, me një pasazh të cilën ma rrëfeve shumë bukur. 11 vjeç ke qenë ditën që është lexuar deklarata e pavarësisë së Kosovës si sot. Je sot shumë afër, lexuesit na ndan një mur, shumë afër, nganjëherë dhe shumë larg. Edhe është viti i parë ndoshta që nuk je në Kosovë. Po, është viti i parë që nuk jam në Kosovë dhe është shembulli më i mirë se sa ndron historia brenda 18 viteve. Domethënë, në atë kohë në fytyrat e prindve e kom pasë sa është e rëndësishme ajo ditë, edhe sot e kuptoj hala më shumë se sa e rëndësishme ka qenë ajo ditë, edhe se sa shumë duhet me punu që ato që është kriju mos me lanë më fshkatru. Faleminderit shumë për këtë 5 vjeçar të cilin e ke ndjekur pa u lodhur, e që ke qenë dhe për mua e për gjithë gazetarët e tjerë aty. Bravo edhe ty për punën.